Të nderuar shikues, u rikthyem në pjesën me personalitetin në studio, ku sot do të flasim për një temë besoj të dobishme për të gjithë ne. Do të diskutojmë për çështjen e asaj që kohëve të fundit kemi probleme të ndryshme të natyrës së shëndetit mendor dhe emocional. Rrjedhimisht kjo manifestohet me stres dhe me depresion. Dhe tani do të na interesonte fakti që ndikojnë këto faktor që shpihen deri në vetvrasje, që kohëve të fundit po dëgjojmë jo rrallë raste të kësaj natyre. Për të folur për këtë temë, për të dhënë këshilla dhe propozime për të qenë sa më pozitiv në jetët tona dhe për të larguar apo për të reduktuar në një farë forme stresin, depresionin dhe për të marrë më shumë edhe me çështje të shëndetit mendor dhe emocional dhe për të punuar në këtë drejtim, është i ftuar protagonisti në studion tonë, i cili ka botuar dhe libër apo ka botuar edhe një vepër e cila ka të bëjë me pozitivitetin dhe me paqen shpirtërore që duhet ta kenë njerëzit. Është nder dhe kënaqësi të kemi në studion tonë Belkis Latifin, opinionist. Përshëndetje Belkis dhe mirëserdhje. Përshëndetje Ariana, faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Faleminderit shumë që gjithmonë na nderon dhe kontribuon kështu edhe për shoqërinë tonë, për të pasur një shoqëri sa më pozitive. E përmenda më herët që kohëve të fundit pra kemi probleme në fakt të ndryshme të natyrave emocionale, të shëndetit mendor kështu me radhë, manifestohet me stres, me depresione që shpije edhe në vetvrasje. A mund të flasim pak për këtë temë fillimisht? Sigurisht, neve do të flasim tani për një temë sikurse e potencuat edhe ju, që ndoshta rrallë ose shumë pak elaborohet në për shoqërinë tonë, mirë po ajo neve në troket në derë. Po. Edhe ajo është vetvrasja. Dhe tani, a luajnë rol stresi, a luajnë rol depresioni, a luajnë rol mungesa e shëndetit të mirë mendor dhe emocional për të ardhur deri tek ky akt, sigurisht që e luajnë rolin e tyre. Neve, për shembull, kur ndodh ndonjë gjë, në këtë rast kur ndodh për shembull një vetvrasje, ne e shohim vetëm aktin e fundit që ndodhi. Pra ndodhi një vetvrasje, por kjo është pasoja. Neve duhet merremi dhe ndalemi të analizojmë cilat janë shkaqet, të cilët shpihen deri tek ky përfundim. Sepse përfundimi është ky. Ka ndodhur për shembull një vetvrasje, ca vetvrasje dhe kështu me radhë përgjatë gjithë këtyre viteve. Por neve në këtë rast duhet të merremi me shkakun dhe jo me pasojat, dhe madje jo vetëm në këtë rast, por generalisht, kur ju qasemi gjërave, kur ju qasemi fenomeneve, neve duhet të shohim se cilët janë shkaqet të cilët shpihen deri tek ai lloj fenomeni apo dukuri negative. Konform detektimit të shkaqeve, neve do të arrijmë që ti eliminojmë ato, do të arrijmë që ti përmirësojmë ato, do të vëmë fokusin tek ta me qëllim që pastaj të mos kemi edhe pasojat. Për shembull, nëse neve flasim e marrim konkretisht vetvrasjen. Vetvrasja, për shembull, pas çdo vetvrasje qëndron një histori e cila nuk është dëgjuar kurrë. Qëndron një histori e cila nuk është trajtuar kurrë, edhe ajo shpihet në rezultate të dhimbshme. Sigurisht që depresioni edhe stresi ndikojnë për të ardhur deri tek ky akt. Për shembull, kur njeriu e ndjen se e ka humbur kuptimin e jetës, ndjen se dhimbja më nuk i mbaron kurrë, nuk ka do të thotë përmbushje shpirtërore, edhe kjo shpihet deri tek akti që thotë dhimbja ime nuk do të përfundoj kurrë, edhe është momenti që të largohem. Ndërka që pas gjithë atyre të cilët kanë marrë vendime dhe akte të tilla, qëndron një dhimbje e madhe, qëndron një boshllëk i madh shpirtëror që ka qenë tek ata, sepse një njeri i cili ka një shëndet të mirë mendor dhe emocional do të ishte e palogjikshme që të vi deri tek një akt i tillë. Porse në këtë rast njerëzit të cilët përjetojnë stres, përjetojnë depresion, kanë probleme të theksuara me shëndetin mendor dhe emocional, janë njerëz të cilët duhet të dëgjohen. Janë njerëz të cilët duhet që t'ju ofrohet ndihmë profesionale, janë njerëz të cilët duhet t'ju ndihmohet, sepse para se të vim deri tek ai akt, kush e di se sa dhimbje personi ka përjetuar, sepse është e potencuar se në aktet e tilla ka shumë ngjarje, ka shumë të pathëna, ka një depresion i cili nuk është trajtuar dhe nuk është fillimisht diagnostifikuar, e pastaj që nuk është trajtuar. Pra, personi në fjalë ka pasur një depresion, ndoshta personi në fjalë kanë fjalën generalisht, jo po raste të caktuara. Neve po flasim si fenomen generalisht. Personi ka pasur depresion, dhe ai depresioni ka zgjatur për vite të tëra.
i ka zgjatur për një kohë të gjatë. Edhe ai fillimisht nuk është diagnostifikuar, pra nuk është i ofruar ndihmë profesionale që fillimisht të detektohet se ka depresion, që pastaj të trajtohet. Dhe në rastet të këtilla as nuk diagnostifikohet, as nuk trajtohet dhe kështu me. Dhe ne do ta shohim vazhdim përse dhe si, por të gjitha këto dhe këto elemente dhe të tjera ndikojnë që pastaj të kemi edhe të vihet tek ai individ edhe akti do të thotë më i padëshirueshëm për çdo kë, siç është vetvrasja. Megjithatë, sa është numri, ose nëse flasim për shembull për statistikat e vetvrasjeve në shtetet tona ose në Ballkan, po edhe në botë në përgjithësi, a keni statistika të tilla se si po funksionon? Statistikat realisht janë të tmerrshme, do kisha thënë, madje edhe alarmante në shoqërinë tonë. Unë arrita që të nxjerr disa statistika të cilat kanë të bëjnë me shtetet tona e pastaj edhe një statistikë e cila tregon një pasqyrë gjenerale. Për shembull në Shqipëri, në shtetin e Shqipërisë nga viti 2020 deri në vitin 2024 kanë ndodhur 588 vetvrasje në shtetin në Shqipëri. 588 vrasje për brenda 4 viteve. Dhe sigurisht që është një shifër dhe një numër shumë i lartë. Në Kosovë, në vitin 2023 dhe 2024, pra vetëm për këta 2 vite kam nxjerrë, në Kosovë ka ndodhur 59 vetvrasje. Kurse në Republikën e Maqedonisë së Veriut, këtu tek ne, nga viti 2020 deri në vitin 2024 ka ndodhur 492 vetvrasje. Pra janë shifra goxha të larta. Kurse e pash do të thotë një statistik nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, e cila e ka nxjerrë këtë statistik në vitin 2021, në mbar botën është fjala, kanë bërë vetvrasje 727.000 njerëz. Do të thotë janë shifra shumë të larta dhe madje do të thotë nëse e përcjellim këto shifra vetëm se shkojnë në rritje e sipër fatkeqësisht. Me që po e shohim që këto shifra po shkojnë në rritje e sipër, siç përmendët ju, edhe në mbar botën, pse ndodh pikërisht kjo? Pra pse generalisht në botë po shtohet numri atyre që bëjnë vetvrasje dhe çfarë mund ta shpijë ose cila mund të jetë arsyeja që një individ i caktuar të shpijë, domethënë veten në vdekje? Për të thënë se si shpije deri tek ky akt ndikojnë një sër faktorësh, pra nuk kemi vetëm një faktor kujdestar në thonjza dhe ky është faktori, duhet ta eliminojmë këtë faktor dhe pastaj do thotë ta eliminojmë edhe dukurinë. Jo, ndikojnë një sër faktorësh të cilat tek ndokush kanë ndikuar vetëm disa prej faktorëve, tek dikush tjetër ca faktorë të tjerë, tek dikush janë rumbullaksuar të gjithë faktorët dhe kështu me radhë. Por në qoftë se u lumtojmë për këtë temë, do të shohim se ndikojnë një sër faktorësh, për shembull siç janë faktorët psikologjik dhe emocional, janë faktorët social dhe ekonomik edhe faktori kulturor dhe shpirtëror. Janë këto lloj 3 faktorë kryesor, të cilët ndikojnë që njerëzit ta humbasin, thënë më ndryshe, busullën dhe të arrin deri tek kryerja e një akti të tillë. Kur jemi tek faktorët psikologjike dhe emocional, sigurisht që e para radhitet depresioni. Andaj thuhet se mbi 60% lidhen me epizode depresive të pa diagnostifikuar apo të pa trajtuar, siç edhe e potencuam më herët. Element tjetër kur jemi tek faktorët psikologjike dhe emocional ka të bëjë me ankthin edhe çrregullimet. Domethënë çrregullimet edhe e ankthit edhe panikut. Për shembull tek njerëzit mbizotron frika për të ardhmen, edhe si rrjedhojë e saj kalon në një panik edhe në çrregullim emocional. Për shembull, element tjetër tek faktorët psikologjik dhe emocional janë çrregullimet e personalitetit. Kur i çrregullohet një individi personaliteti, pastaj ai mund të kalojë në një fazë në cilën do ta ndjejë boshllëkun, mungesën e përmbushjes së personalitetit, edhe kjo gjithashtu është një faktor shumë i rëndësishëm. Element tjetër e kemi varësinë nga alkooli dhe nga lëndët narkotike. Sigurisht që këtë nuk mund ta kalojmë pa e theksuar, sepse në qoftë se i studiojmë do të thotë rastet përgjithsisht të cilat kanë ndodhur edhe ndodhin të kësaj lloj natyre dhe fenomeni, do të shohim se tek disa prej personave kanë ndikuar
lëndët narkotike fatkeqësisht. Dhe lëndët narkotike si dhe alkooli sigurisht që përmendet edhe në për libra, përmendet edhe nga studiues se ndikojnë tek individi me qëllim që të kalojë deri tek një akt i tillë. E pastaj element tjetër është vetmia, do thotë kur personi është në vetmi, është në mungesë të lidhjeve emocionale, ai fillon që ta ndjejë jetën e pakuptim, do thotë i humb kuptimin mbi jetën sepse nuk ka një lidhje emocionale. Vetmia ja shkakton këtë lloj ndjenje. Kur jemi tek faktorët social dhe ekonomik, përmendet varfëria dhe papunësia. Në këtë rast njeriu kalon në ndjenjen e humbjes së dinjitetit, të kotësisë edhe të pamundësisë për t'u përballur me jetën, sepse normalisht neve e dim varfëria dhe papunësia shkakton do të thotë zbeje të mirëqenies mendore dhe emocionale tek njerëzit, ai fillon që ta humb dinjitetin, fillon ta humb përkatësinë dhe i shkakton kjo një lloj krize të madhe e cila pastaj mund ta shpijë edhe në probleme të tjera. Gjithashtu element tjetër që përmendet tek faktorët ekonomike dhe sociale është presioni shoqëror edhe konkurenca ekstreme. Kjo është posaçërisht tek të rinjët, do të thotë presioni për sukses, presioni për pamje edhe presioni për status. Pra tek të rinjët kjo është më e theksuar. Koha dinamike, zhvillimet, teknologjia dhe kështu me radhë e kanë bërë që tek të rinjët, do ta shohim neve edhe pastaj se si ndikon kjo edhe më konkretisht, tek ata ka ndikuar që dëshira e tyre për të pasur një status, për të pasur një sukses, së cilin sukses e kanë identifikuar elemente të tjera, jo në vetvete tek njerëzit e duhur se si ata e perfekojnë suksesin, por tek epiteti suksesit apo titulli i suksesit të cilën shoqëria dhe presioni e ka vënë. Pra, për të qenë një person i suksesshëm, e ka vënë shoqëria nëpërmjet rrjeteve sociale dhe targeti pastaj fokusohet këtu. Dhe personi të rinjët dëshiron që të arrijë një status, dëshiron që të arrijë një sukses, por sukses të cilin e kanë përcaktuar jetës sociale, dhe jo sukses në vetvete apo i cili përmban vlerë tek njerëzit e suksesshëm përgjatë historisë apo edhe në kohën e sotme. Tjetër element tek faktorët ekonomike dhe social nënkupton dhuna në familje. Dhuna në familje, po gjithashtu edhe bullizmi, të cilin ndodh krizat familjare këtu do t'hin, po futim edhe dhunën në familje edhe bullizmin, për shembull tek të rinjët. Nëse kemi fokusimin te krizat familjare, do të shohim se nëse brenda një familje ka ndodhur ndarje, ka ndodhur tradhti, ka ndodhur humbja e një personi shumë të dashur, ose për shembull dhuna në familje brenda antarëve të familjes, tek më të rinjët bullizmi i cili ka ndikuar, do të thotë edhe kemi parë edhe raste në për shkolla se si ajo e ka luajtur një rol shumë të rëndë për të rënduar shëndetin mendor dhe emocional tek nxënësit në shkolla fillore, po flasim të cilët janë të një moshe 12, 13, 14 dhe 15 vjeçare. Këto ndikojnë faktikisht mund të jenë do të thotë ndikues në vetvete apo plotësues edhe konform rrethanave të tjera. Sigurisht që krizat familjare edhe dhuna në familje edhe bullizmi gjithashtu janë faktor plotësues të cilët mund të shpijën një person deri tek një akt i tillë. Gjithashtu kemi edhe faktorët kulturor edhe shpirtëror, të cilat ndikojnë që një person të vijë tek kryerja e këtij akti. Tek faktorët kulturor dhe shpirtëror mund të përmendim mungesën e qëllimit të jetës. Ka zbrasti ekzistenciale dhe mungesë e besimit tek individi. Pa si rrjedhoj e mungesës së besimit edhe zbrastirës ekzistenciale që ka ai person, ky është një element i cili është tek faktorët kulturore dhe shpirtëror, të cilat thamë ne ndikojnë deri tek arritja që një person ta kryejë një akt të tillë. Për shembull, vështrimi ndaj kërkimit ndihmës. Për shembull, në disa prej rrethanave apo në shoqëritë tona të kërkoje një person ndihmë psikologjike paraqet edhe dobësi. Edhe kjo do të thotë gjithashtu e stigmatizon atë person i cili ka atë lloj problemi, për shkak se kultura dhe tradita e një vendi e rëndon, paraqet një rëndesë sepse trajton personin i cili do të ketë nevojë që të shkojë që të kërkojë ndihmë psikologjike në këtë rast për shkak të problemeve psikologjike të cilat i ka, nga shoqëria do të paraqitet si një person i cili ka probleme mendore, paraqitet si dobësi, pastaj do të trajtohet më ndryshe, do t'ja marrin si mungesë, do t'ja marrin si handicap edhe kështu me radhë. Ky sigurisht që është një faktor shumë i rëndësishëm. Element
tjetër është mungesa e edukimit emocional. Për shembull, njerëzit nuk janë të edukuar, nuk kanë dëgjuar, nuk kanë lexuar se si ata të mund ta përjetojnë dhimbjen, si të mund ta përjetojnë humbjen. Për shembull, gjatë jetës së tij, një person nuk ka përcjellur ndonjë seminar, nuk ka përcjellur ndonjë trajnim, nuk ka përcjellur për shembull nuk ka lexuar ndonjë libër që flet për temën konkrete, se si ai për shembull gjatë kryerjes së shkollës nuk i ka ndodhur, pas asaj nuk i ka ndodhur, nuk ka përcjellur ndonjë trajnim. Në çfarë? Në lidhje me temën, si individi të mundet ta përballojë dhimbjen edhe humbjen, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Ai duhet që të jetë i pajisur me këtë lloj diturie, edhe me këtë lloj teknika, se si ai në të ardhmen mund ta përballojë dhimbjen edhe të mund ta përballojë humbjen, sepse mund të jetë gjithçka në rregull në jetën e një individi, por pas një kohe ai mund të përballet me humbjen me humbjen e një diçkaje shumë të shtrenjtë për të, shumë të vlefshme për të, ose mund përballet me një dhimbje shumë të lartë, qoftë ajo që do t'i vinë nga mungesa e humbjes së punës, qoftë ajo që do t'i vinë nga vdekja e një të dashurit të tij, shumë të afërt, të familjes dhe kështu me radhë, pavarësisht se përse do t'i ndodhë. Pastaj nga dhimbja dhe plagë që do t'i merr nga ai rast, mund të merr jeta e tij ka edhe dimension krejtësisht tjetër. Prandaj është e rëndësishme dhe element shumë i rëndësishëm të faktorët kulturor dhe shpirtëror është mungesa e edukimit mbi do të thotë shëndetin emocional dhe mendor. Mungesa e edukimit se si personi ta përballojë do të thotë dhimbjen edhe ta përballojë humbjen. Dhe në këtë rast do të thotë gjithashtu janë shumë të rëndësishme, një prej gjërave të rëndësishme ja dhe ky emision. Neve tani po i përmendim faktikisht në këtë pjesë të parë problematikat të cilat shpihen deri tek kryerja e një akti të tillë, por ne në vazhdim duhet që t'japim edhe solucion në lidhje me këtë që po flasim. Pra, ky është problemi, po pastaj çfarë? Ku është rrugëzgjidhja? Ku është esenca e gjithë kësaj? Megjithatë, të ndalemi edhe pak në Maqedoni, konkretisht në Maqedoninë e Veriut, çfarë thonë statistikat për mirëqenien mendore dhe sociale të shoqërisë tonë? Dhe ku jemi ne në këtë drejtim si shoqëri? Fillimisht do të thotë edhe në Maqedoni, unë e ceka fillimisht numrin më herët të vetvrasjeve të cilat kanë ndodhur edhe në shtetin tonë, dhe ai numër do të thotë për 4 vite, sikurse e pam, është goxha i lartë. Mirëpo unë arrita që për të parë se si është situata generalisht mendore dhe emocionale, neve mund t'i referohemi një raporti të Institutit të Shëndetit Publik që është tek ne, i cili do të thotë e kishte nxjerrë një statistik nga viti 2012 deri në vitin 2022, pra një dekadë. Ka marrë për bazë një dekadë nga viti 2012 deri në vitin 2022, tregon se janë pranuar në spital, do të thotë statistika është zyrtare që janë pranuar në spital për çrregullime mendore 64.746 pacientë. Dhe mesatarja, thot Instituti Shëndetit Publik, është 6.526 në vit. Do të thotë, këtu janë të dhëna zyrtare. E të mos flasim që ekspertët dhe analistat thonë se ky numër është edhe më i lartë, sepse neve e dim që shumë kush nuk ka shkuar do të thotë tek paraqitet për të trajtuar atë çrregullim apo atë problem të shëndetit mendor. Dhe shtuar kësaj, po që se neve do t'i llogarisnim edhe ata të cilët nuk janë paraqitur, sigurisht që ky numër do të ishte edhe më i madh. Mos flasim se ka ndodhur që brenda një viti, kemi pasur artikull është e njohur kjo, janë shitur 2.4 milion receta të cilat i jipen për rregullimin e ankthit edhe për qetësimin e trurit edhe të llojeve të ngjashme të kësaj lloj natyre. Pra janë shifra goxha alarmante edhe në shtetin tonë, sepse 6.526 pacientë në vit pikrisht në shtetin tonë shkojnë dhe paraqesin problemet e tyre për çrregullime mendore dhe emocionale. Imagjinoje, kurse brenda një dekade 64.000 individ. 64.000 individ brenda shtetit tonë është një shifër goxha alarmante dhe e lartë, pasur parasysh se prej numrit përgjithshëm të banorëve nuk janë të gjithë që jetojnë këtu, sepse kemi një numër të lartë të njerëzve të cilët jetojnë në mërgim. Dhe shtuar kësaj, në mesin e këtyre që jetojnë brenda shtetit tonë, të jetë numri 64.726 është goxha e lartë. Megjithatë, ne si shoqëri, le të themi si shoqëri civile, por dhe institucionet, sa kontribuojnë mbi tematikat e shëndetit emocional dhe mendor? Dhe çfarë në fakt bëjmë ne në këtë drejtim? Si kontribuojmë ne në këtë drejtim?
Unë mendoj që në ambientet tona, në shoqërinë tonë, terapistët e kësaj natyre mungojnë. Kemi do të thotë ndoshta një përparim të vockël në këtë drejtim, mirë po mendoj se terapistët mungojnë. Pastaj një gjë është shumë e rëndësishme kur po flasim në mënyrë institucionale, është fenomeni i cili po mbretëron në shoqërinë tonë, ai është jo profesionalizmi. Jo profesionalizmi po na shkatëron. Jo profesionalizmi po na shkatëron. Në veçanti, imagjinoje, neve nuk mund vëndojmë në vend punë një psikolog vetëm sa për ta mbushur vendin e punës. Neve nuk mund të fusim një psikolog në institucion vetëm për shkakun se është i papunë. Duhet t'ja gjejmë një punë dhe ta ne fusim në një institucion të caktuar. Kur dihet se roli i një psikologu brenda një institucioni mund të jetë krucial, mund të jetë vendimtar për jetën e një njeriu. Vendimtar mund të jetë, se neve t'ja lëmë një dorë një jo profesionisti, i cili vetëm për ta mbushur vendin e punës duhet që të shkoj dhe ta merr atë. Dhe kjo është fatkeqësia e madhe, sepse psikologët e luajnë një rol të rëndësishëm. Qoftë ai psikolog i cili është brenda punës tek një burg, qoftë psikologu i cili është brenda një shkolle. Ne vedim se shkollat tona kanë paraparë që të kenë psikolog. Edhe kanë psikolog. Pastaj është shumë i rëndësishëm roli i psikologut brenda shkollës, sepse neve mund të shohim që pas ja ndodhi një ndodhi, për shembull në një shkollë fillore, një fëmijë 15 vjeçar kryeti aktin e vetvrasjes. Po mirë, pika e parë duhet shohim çfarë ka bërë psikologu brenda asaj shkolle. Çfarë ka bërë fillimisht arsimtari, duke e parë gjendjen emocionale dhe mendore. Aja është aty pari duke e shikuar se ç'ndodh në klasën e tij. A është aty duke i përcjellur nxënësit? Çfarë problemi emocional dhe mendor mund të ketë ai? Ose nëse ai sheh diçka jo në rregull, ai duhet ta paraqet te psikologu, po pastaj psikologu duhet të merret me atë rast. Jo pastaj pasi që të ndodh vetvrasja neve ta shohim pse ndodhi, si ndodhi, nga erdhi, ku erdhi. M'falni, duhet do të miren masa preventive, paraprake, dhe në këtë rast roli i psikologëve është shumë i rëndësishëm. Andaj duhet që shoqëria jonë, duhet që njerëzit të cilët udhëheqin institucione të kenë kujdes se kë emërojnë për psikolog, kë emërojnë në vende shumë të rëndësishme të cilat pastaj luajnë rol në shëndetin mendor dhe emocional, ne posaçërisht në për shkollë, sepse problemet e kësaj lloji natyre së fundmi janë prezent tek grup moshat prej 15 deri në moshën 29 vjeçare. Edhe nëse shohim shumica e kësaj kohe do të bie në shkollë të mesme. Në shkollë të mesme roli i psikologut duhet të jetë shumë i rëndësishëm. Duhet të merret me nxënësit dhe kjo fatkeqësisht mungojnë. Mungojnë gjithashtu edhe organizimin nga shoqëria civile, organizimet të trajnimeve dhe seminareve të ndryshme të kësaj natyre. Shoqëria civile ka për borxh shoqërisë tonë që të organizojë seminare dhe trajnime të tilla. Je në një organizat, je aktiv në shoqërinë civile, duhet që të thirrësh panelist, të organizosh një ngjarje me panelistë të caktuar dhe me një masë të njerëzve të cilët do t'i tharasësh, e ata mund t'jenë nxënës të shkollave fillore, nxënës të shkollave të mesme, student në universitet. Shumë e rëndësishme edhe për student në universitet. Pra të kesh një masë të tillë, pastaj t'i tharasësh panelistët, ata të trajtojnë tema të tilla, sepse ndoshta mbase mund shpëtosh një jetë. Nuk është punë e voskël. Mund të shpëtosh një jetë, mund të vi personi dhe të dëgjoj psikologun apo opinionistin, varësisht se kë e trajton atë temë, edhe ai ka pasur një problem të pasgjithshëm që ndoshta ka menduar që ndonjëherë do të shkojë edhe tek vetvrasja. Dhe teksa e dëgjon, fillon mendja që ti punoj më ndryshe dhe fillon të arrijë merr veten, fillon ta tejkaloj problemin e tillë. Pra, në duke të parë është thjesht organizimi një ngjarje. Kurse brendësia e saj nuk kupton mund të shpëtosh një jetë, mund të shpëtosh 2 jetra edhe kështu me radhë. Pra është shumë e rëndësishme. Andaj unë mendoj që duhet që shoqëria civile, njerëzit të cilët mirën me aktivitete, të jenë më të zëshëm në këtë drejtim, që ju qasin më shumë temave. Dhe më konkretisht. Më konkretisht. Më praktik. Po, më praktikisht jenë, do të thotë në këtë lloj natyre, duke organizuar ngjarje të ndryshme, duke mbajtur emisione të ndryshme, sikurse është edhe ky i sotëm, edhe të jenë të tilla edhe të tjerat me qëllim që të ngrihet vetdia tek shoqëria jonë, edhe të kemi përmirësime në shëndetin mendor dhe emocional, gjë që nuk kupton shpëtimin e jetëve. Nuk është thjesht trajtimi i një teme, nuk është thjesht vetëm ta mbushim emisionin, edhe nuk është thjesht një ngjarje që do të ndodhë, por
brendësia e saj në kupton që të shpëtojmë jetë. Duhet të ndalem tek një tjetër element shumë i rëndësishëm në këtë drejtim. Si ndikon feja, religioni, besimi në tematikën që po flasim? Unë mendoj që feja ndikon jashtëzakonisht shumë në lidhje me tematikën për të cilën po flasim. Është shumë e rëndësishme. Dhe kjo në qoftë se neve i referohemi psikologëve, do të shohim pse po them psikologëve, ata janë marrë me pacient, kanë trajtuar pacient të problemeve të kësaj lloj natyre, të shëndetit mendor dhe emocional. Ata janë marrë drejt për drejt me pacientin. Ata e kanë trajtuar pacientin, dhe jo një ditë e dy, por një jetë e tërë. Janë psikolog të njohur, janë psikolog të famshëm. Ti shohim fillimisht psikologët, çfarë thonë për ndikimin e fesë që njeriu do të ketë një shëndet më të mirë mendor dhe emocional. Çfarë thonë ata? A ndikon feja në këtë rast apo nuk duhet merret parasysh feja? Ta shohim çfarë thonë ata. E un kam përzgjedhur njërin nga themeluesit e psikologjisë moderne analitike, Carl Jung, një psikolog shumë i njohur dhe i rëndësishëm. Çfarë thot ai? Ai thot se mungesa e kuptimit shpirtëror është një nga shkaqet kryesore të cilat shpihen deri tek depresioni edhe tek vetvrasja. Çfarë thot Carl Jungi? Mungesa e kuptimit shpirtëror, kur njerëzit kanë mungesë të kuptimit shpirtëror, ata shumë më lehtë mund të arrijnë deri tek depresioni edhe tek kryerja e vetvrasjes. Çfarë thot gjithashtu Carl Jungu në vazhdim? Shumica e pacientëve të mi, thot, pas moshës 35 vjeçare, vuanin jo nga ndonjë neurozë klinike, por nga mungesa e kuptimit shpirtëror të jetës. Shiko çfarë thot Carl Jungi? Të gjithë pacientët e mi, thot, nga mosha 35 vjeçare e andej, nuk vuanin nga ndonjë problem tjetër, nga ndonjë neurozë klinike. S'kishin të bënin, thot, me këtë. Problemi i gjërave të ndryshme. Jo. Carl Jungi thot, ata kishin mungesën e kuptimit shpirtëror. Si rjedhoj dhe si rezultat i kësaj mungese të kuptimit shpirtëror, ata unë i kisha pacient edhe i trajtoja. Andaj, Carl Jung beson se besimi në Zot dhe dimensioni fetar e ndihmojnë njeriun të përballet me ankthin edhe me zbrastin ekzistenciale. Këto e ndihmojnë shumë. Kam përzgjedhur që të përmend edhe Viktor Frankl, i cili do të thotë është themeluesi i logoterapisë. Logoterapia është një terapi e cila i bëhet pacientit nëpërmes kuptimit. Logoterapia. Çfarë thotë Viktor Frankl? Në librin e tij Man's Search for Meaning thot, tregon se ata që kishin një besim fetar ose një qëllim shpirtëror kishin më shumë gjastë të mbjetonin, sipas Viktor Frankl. Ata që kishin një qëllim shpirtëror në jetën e tyre, shumë e kishin më të lehtë që të mbjetonin, sepse Frankl gjithashtu thot, njeriu i cili ka një pse të jetoj, ai gjithashtu mund të përballojë çdo si. Ai i cili e ka një pse se përse jeton, ai pastaj do ta përballojë çdo si. E si t'ja bëjmë kështu? E si t'ja bëjmë andej? Po si t'ja bëj kësaj? Si t'ja bëj asaj? Sipas këtij themeluesit të logoterapisë, thot, ai i cili e ka një pse përse jeton, sigurisht që do të gjejë zgjidhje për secilën si. Andaj ai thot se feja është mburoj. Feja është mburoj ndaj dëshpërimit edhe ndaj problemeve të kësaj natyre. Tjetër e kemi William James. William James është themelues i, nëse mund ta quajmë, do të thotë sepse nuk ekziston zyrtarisht, por ashtu e marrin njohësit e këtyre rrethanave dhe psikologët si themeluesi i psikologjisë fetare. William James në librin e tij analizon se si forca shëruese që jep njeriu të kuptim është feja, që jep stabilitet emocional dhe gjithashtu rezistencë. Sipas William James, kjo është feja. Dhe sipas tij, besimi është terapi e shpirtit që e rikthen vullnetin. Terapi e shpirtit, e cila njeriu ja kthen vullnetin për të jetuar. Por konkretisht, meqense shoqëria jonë është shoqëri e besimit islam, në qoftë se neve i referohemi Kuranit famëmadh, do ta shohim qasjen të cilën e bën Kurani famëmadh, dhe ndikimin e Kuranit në jetën e besimtarit është i pashmangshëm. Dhe është gjëja bazë se si e ndihmon ata për të kaluar të gjitha vështirësitë e jetës, se si ndihmon ata që ta rigjejnë vetveten, se si ndihmon ata së fundmi të kenë një koncept mbi jetën, është shumë e rëndësishme. Për shembull, Zoti i Madhëruar në kapitullin Bekare thot, ne do t'ju sprovojmë juve me uri,
do t'ju sprovojmë me frikë, do t'ju sprovojmë me sëmundje në veten e juaj, do t'ju sprovojmë me humbjen e pasurisë, edhe kështu me radhë. Dhe për këtë përgëzoj besimtarët. Përgëzoj durimtarët. Për këtë gjë përgëzoj durimtarët. Në qoftë se neve e shohim, dalë dhe analizojmë, besimtari krijon një koncept jete, dhe e kupton se kjo jetë është me sfida, kjo jetë është me peripeci, kjo jetë është me sprova. Zoti i Madhruar ta jep konceptin mbi jetën. Kujdes, nuk është jeta vetëm trëndafila, nuk është jeta vetëm e ëmbël dhe kështu me radhë, por do të ketë brenda jetës sprova, dhe besimtari çdo gjë negative që i ndodh në jetën e tij në thonjëza, çdo gjë e padëshirueshme që i ndodh, ai e merr si sprovë. Zoti i Madhruar tha do t'ju sprovojmë me frikë. Dhe frika pra është pjesë e sprovës, e cila pastaj duhet të kalohet, duhet që të merren masat e duhura, krejt në rregull. Por a mund t'i ndodh njeriu? Mund t'i ndodh sprovohet me frikë, mund t'i ndodh sprovohet me humbjen e pasurisë. Dhe kjo gjë është normale. E ka sprovuar, ka pasur një pasuri të madhe, por një herë është ka falimentuar. Çfarë tani? Të shkojmë tek vetvrasja? Jo, Zoti i Madhruar ta jep zgjidhjen. Thot, përgëzoj durimtarët. Përgëzoj durimtarët, duhet të bëj durim. E kupton procesin e jetës nëpërmjet këtij vargu kuranor. E kuptojmë procesin e jetës, sepse jeta është një proces. Brenda këtij procesi neve do të përjetojmë edhe prova të ndryshme, që zaten është kuptimi i kësaj jete, sepse kuptimi i jetës që e përmendi Zoti i Madhruar tha, ne e krijuam edhe jetën edhe vdekjen në tërësi tër këtë, por t'ju provuar juve se cili është më vepërmirë. Dhe kur i ndodhin besimtarit situatat e padëshirueshme, ai e sheh se kjo është provë dhe se si unë mundohem që brenda kësaj prove të bëj durim me qëllim që t'jemi shpërblier, por edhe ma kompenzon Zoti, por gjithashtu të rimarr forcat e mia, duke besuar se kjo që më ndodhi është për shkakun se Zoti më do. Prandaj dhe më sprovoj. Edhe nuk më ka sprovuar për të më eliminuar, nuk më ka sprovuar për të më shkatruar, përkundrazi, më ka sprovuar që të më ringrit edhe një herë, që të më ringrit edhe më lart. Ky është një varg shumë i rëndësishëm. Gjithashtu e kemi një varg tjetër kuranor, nuk e di nëse sa kemi kohë, se është i rëndësishme kjo pjesë. Në varg tjetër kuranor në surën Az-Zumer, Zoti i Madhruar thot: "O robërit e mi, ju të cilët e keni tepruar me ngarkesë të vetes suaj, me mëkate, e keni tepruar me padrejtësi ndaj vetes suaj, o robërit e mi, mos e humbni shpresën në mëshirën e Zotit, sepse Zoti i fal të gjitha mëkatet, ai është falës dhe është mëshirues." Pra, dera e shpresës është e hapur tek besimtarët. Tek Zoti dera e shpresës është e hapur. Nuk ka diçka në fe, tek Kur'ani, nuk ka diçka e cila është e pasgjithshme. Një person ka gabuar shumë, ka bërë shumë padrejtësi, ka bërë shumë të keq, e ka rënduar veten si rrjedhojë gabimeve që ka bërë. Jo, do t'i referohet Kuranit. Do ta sheh se dera e shpresës është e madhe. Nuk mbyllet kurrë. Madje Zoti njerëzit e tillë, të cilët e llogarisin veten se kanë humbur çdo gjë, se nuk ka më për ta shpresë, nuk ka më për ta pozitivitet. Jo, ai ju thot: "O robërit e mi", përsëri u drejtohet robërit e mi, edhe atyre të cilët mendojnë se e kanë tepruar. Jo, dera është e hapur. Nuk ka një situatë të pasgjithshme. Gjithçka tek Zoti është e hapur. Gjithçka është një mundësi për kthesë, një mundësi për pendim. Në çdo moment, madje është një mundësi për reflektim. Për asaj që të ka ndodhur, ndoshta edhe më shumë është koha që të kthesh dhe të afrohesh tek Zoti. Dhe kur i analizojmë gjithë këto elemente, feja luan rolin vendimtar, rolin krucial për të pasur një mirëqenie mendore dhe emocionale, dhe për të larguar nga depresioni dhe stresi si rrjedhoj, për të larguar nga akti i vetvrasjes. Sepse zemrat, sipas Kuranit, sepse i referohemi sepse shumica e popullsisë son është e besimit islam, janë musliman. Zoti i Madhruar thot: "Në këtë katrahur, për shembull, që e kanë njerëzit, në këtë zhvillim të hovshëm dinamik teknologjik, në këtë kohë dinamike, me zhvillim kaq marramendës, kur njerëzit janë larguar nga njëri tjetri, kur njerëzit janë ftohur raportet mes njëri tjetrit, kur rrjetet sociale e kanë bërë të veten, më shumë njerëzit janë të vetmuar, sepse rrjetet sociale të largëtin e afruan dhe të afërtin e larguan. Në këtë kohë ku presioni shoqëror po shtohet, në këtë kohë të presioni shoqëror shtohet, i riu i cili qëndron në rrjetet sociale ka presion të vazhdueshëm shoqëror, edhe nga shoqëria ku rrethi ku shoqërohet ai dhe me cilët qëndron, por edhe me një të futur në rrjetet sociale. Do të thotë, ja, ky është suksesi, kështu arrihet suksesi, kështu arrihet deri tek këto hollat, kështu arrihet deri tek kjo, deri tek ajo. Shtohet në vazhdimsi presioni, por rregulli.
Në feja në këtë rast për një mirëqenie mendore ndikon shumë. Zoti i Madhruar na tregon neve se o ju njerëz, në tërë këtë kohë katrahure dhe që smeret vesh dhe që ka kapluar njerëzit parehatia shpirtërore, i ka kapluar mërzia, brenga, depresioni, stresi, Zoti i Madhruar në Kur'an na thot me përmendjen e Allahut zemrat stabilizohen, zemrat qetësohen. Andaj, një besimtar kur fillon që të ndjej mungesë, kur fillon që të ndjej mos rehati shpirtërore, kur fillon që ta ndjej ankthin dhe stresin, ja të është rregulli, ja të e kemi zgjidhjen. Urdhro praktikoje këtë. Ndalu për gjatë ditës tënde, ndaj vetëm 10 minuta, ndaj vetëm 15 minuta dhe fillo ta përmendësh emrin e Zotit. Fillo përmende brenda asaj kohe 10 apo 15 minuta. Pa ndal, me meditim, do të shohësh se gjendja jote shpirtërore do të rikuperohet. Do të rikuperohet si asnjëherë më parë dhe do të ndjesh një kënaqësi shpirtërore, do të ndjesh një përmbushje shpirtërore. Në qoftë se neve e shohim edhe hadithet nga Muhamedi a.s. Unë e kam sjell do të thot vetëm 2 hadithe të cilat e rregullojnë shëndetin mendor dhe emocional. Bëjnë që besimtari të largohet nga stresi, të largohet nga depresioni, e mos flasim që të vi deri tek akti i kryerjes së vetvrasjes. Çfarë? Thot Muhamedi a.s. Ai i cili zgjohet në mëngjes është i sigurt në shtëpinë e tij. Është i sigurt në shtëpinë e tij. Nuk ka ndonjë problem pasigurie, nuk ka rreziqe se do të hidhet ndonjë bombë, s'ka rrezik. Zgjohet në mëngjes i sigurt në shtëpinë e tij, se ka det kur del nga dera as kur futet brenda. Së dyti, është i shëndetshëm në trupin e tij. Zgjohet mëngjes nuk ka asnjë sëmundje. I shëndetshëm në tërësi. Dhe 3, e ka ushqimin për atë ditë, jo si ne që e kemi ushqimin edhe për një muaj. Për atë ditë e ka ushqimin. Këtij personi thotë është sikur ti është dhënë e gjithë bota edhe çfarë ka në të. Sa madhështore. Dhe nëse neve besimtari kur e lexon këtë hadith, ndalet dhe analizon thellësinë e hadithit, pse i përmendi profeti këta gjëra? Sepse nëse shohim se kemi mungesë të sigurisë, jemi në një gjendje lufte, në një gjendje kaotike, në një gjendje pasigurie të plotë, të gjithë gjërat tjera do të bien në ujë. Nuk ke siguri në shtëpinë tënde, për familjen, për fëmijët e kështu me radhë, dhe në çdo moment mund ndodh diçka e tmerrshme. Kjo është një mungesë e madhe. Por nëse ke mungesë në shëndetin tënd, personi i cili po vuan nga ankthi, nga stresi, nga depresioni, i sigurt në shtëpinë e tij, ndalu të shohim i shëndetshëm në tërësi. Wow. I shëndetshëm, a ke ndonjë dhimbje? Jo. A ke këmbë, si, vesh, duar? Jam i tërë i shëndetshëm. A ke për të ngrënë, për të pirë? Po ti sikur të jetë zënë bota dhe çfarë ka në të. Këto janë mrekulli, këto janë begati të mëdha, të cilat neve nuk i kuptojmë, sepse nuk arrim ta kuptojmë rëndësinë e këtyre begative. Sepse neve e kuptojmë rëndësinë atëherë kur e humbasim. Kur e humbasim, pastaj e kuptojmë vlerën çfarë do të thotë mos kesh për të ngrënë. A të ka ndodhur? Jo. Ke fituar shumë. Duhet që të ndodh ndoshta të mos kesh për të ngrënë, që ta kuptosh rëndësinë e asaj që ha për çdo ditë. Të kesh mungesë të shëndetit për të kuptuar se sa me vlerë që je. Dhe një hadith tjetër thot Muhamedi a.s. Ji i kënaqur me atë që të ka caktuar Allahu, do të jesh njeriu më i pasur në botë. Përveç kësaj, unë dua vetëm në pika të shkurtra të flasim, meqense jemi në minutat fundit të emisionit, të propozimet, këshillat, sugjerimet që do ju këshillojnë ju të rinjeve, që në kohë të kalojnë problemet e tyre, në veçanti problemet të shëndetit emocional. Për të kaluar problemet e shëndetit emocional, kemi disa pika, ndoshta nuk kemi edhe shumë kohë për të elaboruar, sepse mund të përmendi disa prej pikave, por unë do të mundohem që të përmendi vetëm disa prej tyre. Pasqyra e vetvetes është e rëndësishme kur njeriu krijon dhe si ai e sheh vetveten, sepse nëse njeriu krijon percepcion negativ mbi veten e tij, sigurisht që ajo do të ndikojë pastaj edhe në rrjedhshmërinë e jetës. Nëse personi mendon se nuk ka mundësi që ta kalojë një provim të caktuar, atij edhe ashtu do t'i ndodhë, nuk do të mund ta kalojë. Neve duhet ta përgatisim, ta kalisim veten për të menduar pozitivisht mbi rrethanat e jetës. Duhet ta përgatisim veten që neve të mendojmë se do të jemi prej atyre të cilët ja dalim. Varet se çfarë pasqyre ne kemi krijuar për veten tonë. Nëse neve krijojmë pasqyrë negative, në bazë të ligjit të tërheqjes, neve do ta tërheqim negativitetin, sepse ligji i tërheqjes ashtu funksionon. Në bazë të ligjit të tërheqjes, neve duhet që ta mendojmë atë që e duam, jo atë që kemi frikë, sepse kur do ta mendojmë atë që keni frikë, pikërisht ajo do të ndodhë.
E keni parë, e pret diçka të ndodhë dhe, ja, ajo ndodhi, e dija se do të ndodhë. E dija se do të ndodhë, po atë e tërhiqje. Fillimisht, mendimet tona, bota jone brendshme, nënkupton edhe stilin e jetës tonë të jashtëm. Se si jemi neve brenda, ashtu do të reflektojmë edhe jashtë. Është shumë e rëndësishme se çfarë pasqyre neve i kemi dhënë vetes sonë. Nëse dështon për shembull për zgjidhjen e një problemi, ai pastaj do të krijojë percepcion se është person i dështuar. Edhe kur do të ketë pastaj në të ardhmen suksese, do të thotë kjo ndodhi rastësisht, kurse unë jam person i dështuar. Aq më keq kjo shtohet kur ai fillon që të flet negativisht për veten me personat e tjerë. Unë jam person negativ, mua nuk më ec fati. Nga do që shkoj unë, vetëm ters ndodh. Edhe i thot edhe bashkëbiseduesit, shiko, edhe ti tani do dështosh vetëm se po qëndron pranë meje. Ka krijuar një mendim skajshmërisht negativ për veten e tij. Pasqira për vetveten është sikurse termostati tek frigoriferi. Në atë gradë që e regjistron temperaturën, në atë gradë do ta gjesh edhe temperaturën e frigoriferit. Andaj shumë është e rëndësishme që neve gjatë jetës të fokusohemi te gjërat që duam që të na ndodhin, sepse neve do ta tërheqim atë gjë që e duam mbas të ligjit të tërheqjes dhe ato gjëra do të na udhëheqin gjatë jetës tonë dhe ta largojmë mendimin negativ në jetën tonë. E rëndësishme tjetër, shumë pikë e rëndësishme është kjo, jetoje të tashmen. Jetoje të tashmen, nuk e di sa kemi kohë. Jemi në minutat fundit, po. Jetoje të tashmen është këshilla, do të thotë edhe nëse nuk arrim që t'i përmendim gjërat e tjera, jetoje të tashmen. Këto janë këshillat, propozimet për të rinjët dhe për personat që po flasim tani. Të jetosh të tashmen do të thotë të jesh prezent me mendjen, edhe me shpirtin, edhe me trupin tënd në ndodhitë e tashme që ndodhin, duke harruar të kaluarën, duke mos menduar për të ardhmen, ta jetosh momentin e caktuar. E dini pse fëmijët ndihen të lumtur? E dini pse fëmijët janë të kënaqur? E shohim një fëmijë se si qesh, se sa i lumtur është. Themi u kënaq, sepse fëmijët e përjetojnë momentin në tërësi, me tërë gjymtyrët e tyre, me tërë mendjen e tyre. Nëse është fokusuar te loja me një top, nëse është fokusuar për të dëgjuar diçka, për të parë diçka, është aty, është moment, e jeton të tashmen e jeton. Kënaqet duke e bërë atë me të gjitha gjymtyrët, me të gjithë mendjen dhe trupin e fokusuar nga ajo gjë, e jeton të tashmen, prandaj është i kënaqur. Nuk e preokupon atë e kaluara, nuk e preokupon e ardhmja që do të vi, është i fokusuar në momentin. Andaj thot neve e humbim lumturinë në të ardhmen, nuk është nga gjë tjetër, përpos se e humbim aftësinë fëmirore për të jetuar të tashmen. Këtë i ndodh njeriu kur rritet, e humb aftësinë fëmirore që të mund të fokusohet në të tashmen dhe të përjetojë lumturinë, duke u preokupuar nga frika për të ardhmen që do të ndodh, edhe nga e kaluara. E rëndësishme në këtë rast është ta jetojë personi momentin, pavarësisht gjithçkaje, të harroj gjithçka. Për momentin jam duke pirë kafen, ta shijoj momentin përderisa e pin kafen. Për momentin është duke ndërtuar balkonin, të mos e preokupoj mendja kur do të ndodh ndërtimi, atëherë do të kënaqem. Jo, mund të kënaqesh edhe në vazhdimsi, duke i përshëndetur të tjerët, duke ulur aty edhe teksa ndërton, edhe kështu me radhë. Por problemet e tjera, të cilat na largojnë neve nga tjetuarit e momentit, na bën që pastaj kemi edhe probleme të natyrave të ndryshme. Kemi edhe pika tjera. Sigurisht, unë ju falenderoj shumë për atë që sot në ndat nga dita juaj për qenë pjesë e emisionit tonë. Është një temë për cilën mund të flasim edhe në për emisionet të radhës. Faleminderit shumë për kontributin tuaj dhe do që jemi në emisionet tjera. Faleminderit. Faleminderit juve, uroj që të kemi ndikuar sadopak dhe të kemi shprehur një pikpamje, megjithëse nuk arritëm që ta përcaktojmë të gjithë temën, sepse normalisht është një temë e gjerë që don trajtime më të gjata, ndoshta një serial të tërë dhe kështu me radhë, por uroj që të kemi qenë të dobishëm dhe të kemi përfituar fillimisht ne, pastaj gjithë ata që na kanë dëgjuar. Faleminderit për ftesën. Faleminderit. Të nderuar shikues, dhe juve ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë do të shihemi sërish nesër. Deri atëherë, mirupafshim.